E diela e pare qershorit ka mbushur me pushues plazhin e madh në Durrës. E gjithë vija bregdetare, nga ura e Dajlanit deri në afërsitë të Plepave, tashmë është bërgati për të pritur pushuesit. Si çdo fundjavë, plazhi i madh ka qenë i frekuentuar, plot me pushues ditor. Edhe këtë vit në këtë plazh nga vëzhgimi i bërë nga Adrianet Televizion, duke qartë se hapësirat publike mungojnë totalisht. Vendosja e çadrave në plazhe dukshëm nuk respektohet në vijën bregdetare, ndërsa plazhet publike mungojnë. Pamjet tregojnë se çadrat janë vendosur shumë pranë njëra tjetrës, problemi i njohur ky në këtë plazh më i populluari në qytet. Ndërsa, përsa i përket hapësirave publike, për ata që duan të marrin çadër me vete, këtë vit ka më pak mundësi. Ky sezon në plazhin e madh gjen dhe një tjetër problematik, mbetjet e gurta që kanë dalë në breg të detit. Janë asgjë më shumë se ajo çfarë deti ktheu pas veprimit të hedhjes së masiveve të dhehut dhe argjilit në ujërat e tij. Gjithçka u bë gjatë punimeve për shënditoren e kësaj zone dhe tani pamjet tregojnë se kur asnjë mas nuk u mor, kur Adrianet ishte i vetmi që bëri denoncimin, kjo që po shohim nuk do të mungojë.